Gjykata e Fierit ka lënë në qeli të paraburgimit dy nipërit e ish kryebashkiakut të Mallakastrës, Agron Kaplanaj dhe punonjësin e kompanisë Shkëlqimi 07. Ata akuzohen për dhunimin dhe kërcënimin e agjentëve të BK-s dhe policëve që ndodheshin me detyrë në këtë zonë, duke filmuar për çështje të ndryshme operacionale dhe hetimore. Të dyshuarit Klaudio dhe Lidian Kaplanaj gjatë dëshmisë kanë thënë se nuk i kanë njohur agjentët, pasi do të silleshin ndryshe nëse ato do të ishin prezantuar. Të dyshuarit pretenduan hyrjen pa leje në pronën e tyre të agjentëve të kamufluar që nuk u prezantuan. Trupi gjykues përbëhej nga avokat Niko Bega, gjyqtar Alfred Konomi dhe prokuror Petrit Vukaj, ndërsa mbi të tre të akuzuarit rëndon akuza goditje për shkak të detyrës. Kujtojmë se zyrtarët e BK-s dhe operacionales gjatë kohës që ishin duke kryer veprime jashtë janë filmuar nga shtetasi Orjani Sufaj, i cili është edhe drejtori i kompanisë së vëllait të Agron Kaplanajt. Rreth 30 minuta më pas, gjatë kohës që ishin duke qëndruar në mjetin e tyre në një vend tjetër, në anë të rrugës publike, pranë vendit të quajtur rreth rrotullimi i parkut të qytetit të Fierit, janë ofruar 3 automjete dhe kanë zbritur disa persona, të cilët kanë ushtruar dhunë fizike ndaj punonjësve të policisë pavarësisht prezantimit të këtyre të fundit, njoftoi pas ngjarjes prokuroria.